A jem gati. Ha? Gati. Bismillah. Unë e njoh këtë punë. Edhe me e bon punën, edhe mës me e përly vendin. Apo jo? Mashallah, mashallah. Keni punë në nderë. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemi këtu në një vend që do të njihnim të ardhmen, inshallah taala, të bëjmë në shtëpinë e Zotit, në xhami. Sot ardha edhe me shikua ku kemi mëri, edhe që kanë duke bërë mjeshtrisht. E kemi objektin floqën e para, po soletin e tokës 250 metrë. Vendin gjithsejt e kemi 600 metra, 6 ari, edhe soletet nalt e kemi të gatshme me shkallë. Ku do të bëhet xhamia 104 metër katror për namaz, do të bëhen 2 dhoma. Nëse ka nevojë imami këtu me banua, do të bëhet libraria, do të bëhet klasa e mësimit, edhe normal vendet e abdesit në këtë vend, inshallah taala. Në këtë vend e kemi blej para sa viteve, në ka një 7 vite nështë. Sot nesër, dhe ma shumë mund të ketë, sot nesër s'ka mujt me e fillu këtë punë, për tash elhamdulillah, ardi koha me disa vlezër, Allah i shpërbleft, që ka vudorën në këtë vend, këta mora si dëshmi ardha sot të shikoj, në nda javës edhe muret kryhën, soletën nartë e kemi të gashme, vetëm qatin, këtë në të qese, edhe më një heri, besem të për 2 muaj, dhe të filloj falja e namazit, insha Allah ta'ala. E lusim Allahun Gjeleshanu ju që të më shikoni. Unë juve, pse për javim që zajt, që ju e dini që ka duhet më bënë. Tu duhet rryma, qatia, minaria, duhet tapeta, duhet shtëpi e madha, se 250 metër katrori kemi këtu, që shpeshim në shkulla në pashme. Objektin e kemi blej bashkë me vendin, objekti ka qenë, po është një qudi shumë e mirë që është objektin kible, në drejtim të kibles. Ati në që i interesën, e ku bashkë se përdu me investuar, nëse vjen me investuar, të regloj ku jemi. Përndryshe ju përshëndesim nga brenda xhamis. Selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.